Jena me protestuar. Do jeni studentë, ardhën pi Amerikë. Ama për çfarë ju që jeni studentë dini me kuptim që duhet Po, është një mesazh. Jena në interes studentave, ne nuk e bllokojmë. Jo, është një mesazh. Ne japim deklaratë. rregull. Ama më ka interes. Jetëm me çfarë fjalë për semestrin, bëhet fjalë për universitet. Po çka fjalë, më ka interes studentave ju si po thoni. Ne kemi interes studentave dhe ju duhet na ndihmoni me. Po normal që ndihmoj, ama edhe ju Të gjatë fundjavës vazhdimisht kanë punu për të heshtë revoltën e studentëve, duke shku deri në atë shkallë që të ofrojnë shpërblime për studentët dhe familjarët e tyre, duke ardhur edhe në për lagjet ku banojnë vetëm për të arritur qëllimin e tyre. Ata vazhdimisht kanë përdorur mënyra të lloj-llojshme, kanë shprehur interesim të bisedojnë për këtë problem edhe në për kafene, nëpërmjet celularit dhe diçka e ngjashme, ndërsa akoma vazhdojnë të mos pranojnë të bisedojmë për këtë problem në për zyrat e universitetit dhe për të dëgjuar interesin e studentit. Ato akoma nuk llogaritin se universiteti është i studentit, domethënë. Gjithashtu duhet të ndalemi te deklarata e ministrit të arsimit, i cili thej se nuk i takon të futet në këtë debat, por duhet paralajmëruar ministrin e arsimit se arsyetimi për mos vazhdimin e disa ligjërata këtu në Shkup nga zyrtarët të universitetit ceket se nuk financohet mjaftueshëm universiteti nga Ministria e Arsimit. Domethënë, këto biseda zyrtarët të universitetit janë në gjendje t'i bëjnë vetëm në mënyrë jo zyrtare. Këto deklarata nuk mundin t'i japin në publik dhe kjo është mënyrë jo sinqertë për universitetin. Zyrtarët e universitetit vazhdimisht deklarojnë se na respektojnë si prindi fëmijë, por ne deri më tash e kemi ndjerë si ai prindi që i humb parat në bixhot brenda natës, domethënë në qeveri i humb ato para dhe gjithë atë mllëfin e humbjes së parave në bixhos vjen dhe e shpreh tek fëmia në familje. Domethënë, mos financimin e universitetit nga qeveria, nga pushteti, nga Ministria e Arsimit e bartin mbi supe studentët e këtij universiteti, domethënë. Pra, universiteti në vend se t'i largon këto probleme, ato vazhdimisht krijojnë probleme. Tashmë e dim se vazhdimisht studentët janë duke na u bashkangjitur për probleme të ndryshme dhe për këtë janë prej problemeve që po na u bashkangjiten është edhe taksa prej 100 denarëshe, si dhe janë duke treguar edhe raste të ndryshme të korrupsionit. Prandaj i kërkojmë nga zyrtarët e universitetit që ta largojnë korrupsionin nga universiteti dhe jo studentin nga universiteti.